180 vite burg propozoi prokuria e Hagës për ish kryer të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Rather, the SPOs requested convictions on all 10 counts and the imposition of a single sentence of 45 years. Sot në dhomat e specializuara në Hagë kanë filluar fjalët përfundimtare në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Procesi që nisi në nëntor të vitit 2020 me arrestimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit, vazhdoi në procesin gjyqësor tek në prill të vitit 2023. Pra, 3 vite proces gjyqësor, gati 6 vite para burgim dhe më në fund ky rast po shkon drejt fundit. Tashmë nga prokuria e Hagës kanë kërkuar dënim prej 45 vitesh burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-s. Kjo u tha në seancën e fjalëve përfundimtare nga kryeprokurorja Kimberly West. West gjithashtu ka përmendur edhe dëshmitarët e mbrojtjes, të cilët u dëgjuan në gjykatën speciale duke aluduar në dëshmitarët e ndërkombëtar si Wesley Clark e James Robin. Nuk kishin informacione për UÇK-n. Kryeprokurorja foli për një grup të organizuar në Kosovë që sipas saj ka synuar friksimin e dëshmitarëve. Pas kësaj pjese pati reagime në Kosovë. Gruaja e Recep Selimit, deputetja vetëvendosjes Shqipe Sylimi, përmes një postimi në Facebook tha: "E shenjta UÇK, e shenjtë është e liria për të cilën luftuam, e u derdh gjak. Historia jonë nuk rishkruhet, drejtësi për çlirimtarët." Kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka shkruar: "Qëndrojmë gjithmonë në drejtën e luftës sonë për liri." Ndërsa kryetari i PDK-s Bedri Hamza, mes të tjerash tha se vendimi përfundimtar do të jetë edhe prova ndërgjegjes ndërkombëtare ndaj të vërtetës. Me 17 shkurt nga ora 14, platforma Liria ka emër ka bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin Drejtësi jo politik, pikërisht në ditën e pavarësisë së Kosovës. Organizatorët e Liria ka emër ka theksuar se ky marsh është një domosdoshmëri për të mbrojtur dinjitetin e luftës çlirimtare dhe të vërtetën historike të Kosovës. Pikërisht këtë thirrje sot e ka shpërndar edhe Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi.